Mirëmbrëma për gjithë zonja dhe zotëri, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News 24. Pas pak në lajme do të ndiqni. Arrestohen autorët e grabitjes së bankës në zonën e ish bllokut në Tiranë, mes të arrestuarve dhe djali i Nahat Kullës, dënuar më parë për mbajtje 5 personi. Policia dyshon për të tjerë persona të përfshirë në grabitje. Pas marrjes së një telefonate për 2 të vrarë në Lekas të Korçës, policia deklaron se njoftimi mund të jetë fals. Personi që dha informacionin ka fikur telefonin. Bllot e Korçës ndodhen në vendngjarje dhe po bëjnë krehje të zonës. Asgjësohen 40.000 rrënjë kanabis dhe arrestohen 4 persona të dyshuar si kultivues gjatë aksionit anti-kanabis te Gryka e Poçemit afër Vlorës. Aksioni u ndoq edhe nga gazetarët të cilët pan nga afër punën e policisë. Një histori tronditëse zbulohet pas mbytyjes 10 vjeçarit nga Bulqiza në lumin Drin. News 24 ishte në shtëpinë e voglushit ku mësoi se ai keq trajtohej nga jati dhe njerka dhe punonte çdo ditë përtej fuqive të tij për të siguruar bukën e gojës për 7 vëllezër e motra të tjerë. Shkëmbim batutash mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetares së Bashkisë së Shkodër gjatë inaugurimit të stadiumit Loro Boriçi. Kreu i qeverisë ka kërkuar shëmbjen e ndërtimeve pranë stadiumit, ndërsa kryebashkiakja ka deklaruar se po punon në shërbim të qytetarëve. Zana Çela do të jetë drejtuesja e re e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, duke pasuar në këtë post balerinin Ilir Kerni, i cili dha dorëheqjen. Rama zgjodhi kështu mes saj dhe kandidati tjetër Josip Gjipali. Nisim kështu edicionin informativ. Policia e Tiranës ka arrestuar sot 3 persona të dyshuar si autor të grabitjes së një banke në zonën e ish bllokut më 8 gusht në kryeqytet. Mes të arrestuarve është edhe djali i Nahat Kullës. Pas një pune operative procedurale, njësitë e policisë kanë zhvilluar operacionin e koduar depërtimi dhe si rezultat në orën 17:30 u ndaluan autorët e dyshuar, shtetasit Roland Liti, Zekaj, 37 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për vjedhje. Alam Babameto, 23 vjeç, lindur në Fier dhe banues Tiranë, me arsim të lartë i pa dënuar. Robert Kulla, 35 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për rrëmbim dhe mbajtje 5 personi dhe mbajtje pa leje. Gjatë kontrollit të banesave të tyre shtetase, u gjetën dhe sekustruan me cilësinë e provës materiale një automjet i markës Benz, një automjet i markës Opel Corsa, një shumë prej $16.730 amerikan, një shumë prej $10.480 euro, 2.600.000 lekë shqiptare, karta SIM dhe aparate celular, një sasi fishekësh armë gjahu, si dhe sendet të tjera që shërbejnë për hapje dyersh, brava dhe çelësa të ndryshëm. Po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Pas raportimit për dyshimet mbi një vrasje të 2 fish në Korçë, policia deklaron se njoftimi mund të jetë fals. Sipas policisë, është marrë një telefonat nga një banor i zonës për një ngjarje në lagjen Nxerje të fshatit Tudas, por më pas telefoni ka rezultuar i fikur. Policia gjithashtu bën me dije se po bëhet krehje e zonës dhe deri tani nuk është gjetur asnjë gjë dhe se është bërë edhe identifikimi i personit që ka kryer telefonatën. Ndërkohë, grupi i xhirimit të News 24 gjatë rrugës për në vendngjarje ka konstatuar një post blok me një automjet të Ministrisë së Brendshme në dalje të Voskopojës në vendin e quajtur Kulet. Në post blok ka edhe efektiv të forcave të armatosura. Gazetaria News 24 ndodhet afër zonës ku është raportuar ngjarja për të verifikuar informacionin e dhënë. 40.000 rrënjë kanabis të asgjësuara dhe 4 persona të arrestuar si kultivues. Ishte rezultati një aksioni policor anti-kanabis te Gryka e Poçemit afër Vlorës. Aksioni u ndoq edhe nga gazetarët të cilët pan nga afër punën e policisë. Ndjekim një herë kronikën e përgatitur nga gazetaria jon Doriana Bezat. Ndodhemi në Grykën e Poçemit, aty ku policia e shtetit në bashkëpunim me Interforcën po zhvillon një operacion anti-kanabis. Në këtë operacion janë zbuluar 4 parcela me lënë narkotike, e cila po azgjësohet me anë të djegjes. Policia ka kapur dhe 4 të dyshuar.
Bimët e kanabisit kalonin gjatësinë e secilit prej nesh, ndërsa era e tij kundërmonte edhe disa metra larg parcelës. Ne mbritëm pranë saj pak pas mesdite, por aksioni antikanabis në grykën e Poçemit në Mallakastër kishte nisur që rreth orës 5 të mëngjesit. Për shkak të terrenit të vështirë, forcat e FNSH-s kishin rrethuar fillimisht zonën për të siguruar perimetrin e saj. Ishin 200 forca të FNSH-s, Policisë së Shtetit dhe Guardia di Financës që punonin për asgjësimin e bimës të mbuluar në djersë në pikun e diellit. Drejtori për rendin dhe sigurinë publike Altin Qato tha se kjo parcel ishte mbajtur në vëzhgim për një kohë të gjatë dhe më pas ishte hartuar një plan operacional për ndërhyrjen. Sipas tij, në këtë aksion u asgjësuan rreth 40.000 rënjë dhe u arrestuan 4 shtetas të dyshuar si kultivues të bimës narkotike. Prej kohësh ne kishim një informacion për këtë zonë që e kultivoi. Kjo në bashkëpunim edhe me palën italiane, Guardia Financës, Interforcën, në cilën bën monitorimin e ajrit. Organizuam pika vëzhgimi që zgjatën pak operacionin me iden për të kapur në flagrancë autorët. Kemi aktivizuar rreth 200 forca, kryesisht forca speciale, forca ndryrës shpejtë dhe të qarkut të Vlorë. Një prej 4 të arrestuarve mohoi të ketë lidhje me parcelat, por tha se ndodhej në zonë rastësisht. Nuk kemi lidhje fare me këtë punë. Ne na kanë marrë lart shtëpia, na kanë marrë 4 polica, na kanë marrë me zor poshtë. Nuk kanë fare asnjë lidhje. As nuk e njoh fare. Këtu janë koka që as nuk na linin të varshim poshtë me baktit tonë. Bimët e mbilla në këto parcela kanë qenë të llojit 6 mujor dhe sipas specialistëve, ato donin edhe rreth 15 ditë të plotësonin ciklin e tyre. Kishin arritur lartësinë maksimale deri në 3 metra. Parcelat ishin të rrethuara me një rrjet teli për të ruajtur bimët e kanabisit nga kafshët. Ato ishin në një zonë të veçuar dhe sipas policisë, vendbanimi më i afërt ishte 3 orë larg në këmbë. Djegja e bimës narkotike kryhej pasi mbaronte puna për korrjen e saj. Aksioni u ndoq nga afër dhe nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, drejtori i policisë Aki Çako dhe drejtues të tjerë të policisë. Ai do të vijojë në zona të tjera të mbilla me kanabis. Partia Demokratike i ka cilësuar si show aksionet e policisë së shtetit kundër kanabisit. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun, Grida Duma, tha se po luftohet vetëm droga që s'ka paguar haraqin e Ramës. Shfaqja e Tahirit në parcelat me drogë, në mënyrë festive, bashkë me gazetarët që merr me vete, më e pakta është konfirmim i dështimit ti. Përpjekja për propagandë, për show, po jep rezultatin e kundërt, pasi vërteton të vërtetën e thjeshtë. Kanabisi ekziston dhe është i përhapur kudo, ka mbuluar vendin. Edi Rama, deri dje, deri sot, e ka mohuar se Shqipëria është mbuluar me drogë, por sot kemi menaxherin e tij kryesor në këtë fushë, Tahirin, që pozon i gëzuar në për parcela me kanabis. Dhe kjo ndërhyrje nuk është vetëm një shërbim tjetër dhe më i madh që po i bëhet bandave kriminale të licencuara nga vetë Tahiri dhe Rama. Këto aksione policore sa për show, gjithashtu një presion që Rama i ushtron bizneseve të tjera për të licencuar, për të detyruar që ata që nuk kanë shkuar dhe nuk janë shënuar në defteret e tij, këta bizneset e tjera kriminale klandestine të vrapojnë, të regjistrohen në defteret e Tahirit dhe të Ramës për të paguar 30%. Të vetmit palishëm, ata janë ata që guxojnë të shpëtojnë skemës 30%. Ky është realiteti i sundimit vendit nga droga, nga bandat e Ramës. Është koha që shqiptarët bashkohen, pastrojnë vendin nga droga, nga krimi, nga bandat, nga kumbarët e tyre. Shqipëria është më mirë pa Edi Ramën. Plagoset me thik një person në qytetin e Durrësit, ngjarja u shënua pas ditën e sotme në një pikë bastesh sportive në lagjen numër 1 pranë muzeut arkeologjik. Sipas policisë, 44 vjeçari Artan Kazazi ka qelluar me thik në pjesën e këmbës Ramiz Tepshin, i njohur me pseudonimin Jamaica. Burimet policisë bëjnë me dije se sherrri mes autorit dhe të plagosurit ka nisur në brendësi të pikës së basteve dhe më pas ka degeneruar në përdorimin e thikës jashtë këtyre ambienteve. Nuk dihen shkaqet e konfliktit. Policia ka arrestuar në flagrancë autorin, ndërsa i plagosuri ndodhet në spitalin e Durrësit jashtë rrezikut për jetën. I plagosuri Ramiz Tepshi rezulton një person me precedent penal.
Një histori tronditëse zbulohet pas mbytyjes së 10-vjeçarit nga Bulqiza në Lumin Drin. News 24 ishte në shtëpinë e voglushit ku mësoi se ai ishte një fëmijë keq trajtuar sistematikisht dhe nga jati dhe njerka dhe punonte çdo ditë për te fuqive të tij për të siguruar bukën e gojës për 7 vëllezër e motra të tjerë. 10 vjeçari që humbi jetën si pasojë e mbytyjes në Lumin Drin i Zi ishte pre dhunës sistematike dhe çnjerëzore nga jati dhe njërka. Fakte rrënqese dali në pas apo shkon në banesën e familjes Gjoleshi, në fshatin Mazhic, 4 orë larg qytetit të Bulqizës, aty ku pamjet flasin për një jetë në përmasat e poemave migjeniane, e ku varfëria e tejskajshme ndërlidhet me të tjera fenomene, si dhuna, abuzimi dhe indiferenca e institucioneve shtetërore. Familjarë dhe fshinjët dëshmojnë se krye familjari i shpëtimi, 3 ditë para ngjarjes, kishte dhunuar për herë të fundit djalin e tij duke e shkelmuar në kokë. Ka 3 ditë me fjallë, ka raft i ati vet, ja ka shtek kamën, atë kret me kamë. E një ka delë zort nana e babit, i ka thënë mos e amaj të fëmin. Ti fëmijës si kam të kësët? Shiti fëmijës. Gjatë rrëfimit për gazetarin Enver Doçi, mësohet se krye familjari dhunonte vazhdimisht në mënyrë barbare të gjithë fëmijët, dhunë që ushtroi edhe nga bashkëshortja e tij. Të jenë si a ditë? Po, nëse e ditë, Sa pikë e di? Me ta? 4. U torturonte, ha? Po, torturo, shumë. Në torturo, shumë. Në ty torturon, ha? Po. Edhe kjo po. A i rrah për ditë fëmijë? Për ditë. Të i rrah ma pak se e tjetër. Po. Ti rrah, në ti ma pak. Po, ma pak, pa i torturo ma shumë. Jam daja shpëtimit. Pa, i mirë ka ajo është makesë shpëtimi, o budallë për vetër, bu. I torturon e njërka? I torturon e mjeka, një rallë erdhe më nëse kështi rafë nënën time, hatë motrën time. Po, a i kupton. A i pa e dete, është në akson 4 unë për vete, shpëtimi. Drama familjare thellohet edhe më tej, ndërsa mësohet se përveç xhaxhait të fëmijëve, rreth 40 vjeç, me probleme mendore, figurojnë edhe 2 prej të miturve, e të gjithë jetojnë në të njëjtën çati. Të afërmit jashtë kamerave pretendojnë se problemet mendore kanë lindur gjatë rritjes së fëmijëve, si pasojë e dhunës së ushtruar. Në tavolinë mungon edhe buka e përditshme, e cila i falet zakonisht nga fqinjët. Me të falme, qish na këtë kom shimi, fjesë të shimi, me të falme, se këto janë tani më e shteti, se s'ka kur të përballë, kërkun i shej. Të gjithë fëmijët rriten në kushte çnjerëzore, asnjë prej tyre nuk frekuenton shkollën. Më i vogli, rreth 1 vjeç, fokusohet nga kamera, i lidhur në një djepsi në mesjet, me insekte që i qëndrojnë mbi fytyrë. Familjarët rrëfejnë se edhe ushqimet e nevojshme për ceremoninë mortore i kanë siguruar nga fqinjët. Momentet e fundit 10 vjeçari ka kaluar me gjyshen e tij, e cila ka rrëfyer se shkuan për të mbledhur dru në pyll, e papritur djali ishte larguar së bashku me 2 kuaj. Ka shkuar taj nuk e dim nëse si o fut, dhe kanë gjetë kualt ata ke ujt, me kualt ka hik me 2 kualt. Ku janë të kaun të gërku vocin sot gjetë kërkun. Në një intervistë për News 24, nëna e moshuar e Arben Kabashit i akuzuar dhe i arrestuar për pengmarrje të kushurirës së tij në Durrës, akuzon policinë për sjelljen brutale me të birin e sëmur mendor dhe mohon që ai të ketë marrë peng të miturën. Në një kohë kur 46 vjeçari Arben Kabashi i sëmur mendor është lënë në arrest me burg nga gjykata e Durrësit dhe po mbahet në paraburgim në akuzën e marrjes peng të kushurirës 11 vjeçare. Nëna e tij pretendon se gjithçka ndodhi atë ditë u zmadhua. E moshuara Shaje Kabashi akuzon policinë për ndërhyrje brutale ndaj të birit, që është i sëmur mendor. Jam shku me taku, nuk mjofti fare. E kishin qelluar djalin, e kishin rrafur? Syni ju kishte skuqë, kishte bën gjak. Aja për moshti vdekun e nonë. Besa juaj, çfarë bënte ky brenda në shtëpi? Po djali juaj. I thejke, mësej e Gjorgjit, kompjutin si du me fol me Gjagjinerin, du me fol me vlavën e vetë që i ka në Angli. Operacioni policisë për arrestimin e 46 vjeçarit më 15 gusht, sipas saj ishte brutal dhe përpaksa nuk provokoi vetvrasjen e të birit. E fikën e ka pas, po e ka pas kur u bën shumë. Kur u bën shumë njerëz, e majke në dorë. Ty të ndorën nga dritarja? Më kanë zirë nga dritarja. Pse? E njeva djallën kër thire, oj non, 3 herë ka thire, oj non, u shpirtin piklaj, se thmija është thmi. Por baba i vajzës Fredi Kabashi deklaroi ditën e ngjarjes se ky ishte rasti i tretë i ripërsëritur nga kushëriri, pasi më herët ai kishte përbërë rrezik edhe për familjar të tjerë.
Nëna 77 vjeçare këto deklarata të nipit i konsideron shtirje pasi, siç thot ajo, menjëherë pas ngjarjes ai nisi të qeras me birra policët. Se 22 vjet kanë ecë në burg në Itali. Jo, më bashkë. Mos. Kështë marrë birra t'i o dhonë policëve anena. Mu më qajke zemën, më qajke shpirtin për djalin. Ditën e ngjarjes, mjek të spitalit psikiatrik të Elbasanit të kontaktuar nga News 24 bën me dije se 46 vjeçari Arben Kabashi ishte kuruar 2 herë në këtë spital me diagnozën skizofreni. Gjatë inaugurimit të stadiumit Loro Boriçi në Shkodër ka pasur një shkëmbim batutash mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetares së bashkisë Voltana Ademi. Mësohet se kreu i qeverisë ka kërkuar shëmbjen e ndërtimeve pranë stadiumit, ndërsa kryebashkiakja ka deklaruar se po punon në shërbim të qytetarëve dhe se do të shëmben vetëm ndërtesat që janë pa leje. Ndjekim një herë bisedën mes tyre. Dhe po flasim për ndërtime me leje që janë pronësi të pronarëve të ligj. Dhe kjo është problemi tjetër pastaj. Ka një vullnet absolutisht shumë të mirë për me mujtë një zgjidhë gjana. 2 vjet throbore, 1 vit detyrë edhe çivi si e këto. Instituti ti thu sheshin qendror të qytetit ta bëjmë mrapa. Jo, unë them me heq të gjithë ato që janë pa leje dhe që janë në rregull dhe me respektu të drejtën e pronës kur ekziston mundësia e zgjidhjes. Ato që janë pa leje duhet i heqësh vet, se e ke detyrë. Nëse ke nevojë po. Po sigurisht pa e baj. Mu ma kërkon. Po absolutisht jo kur. Unë po mroj të drejtat e qytetarëve të mi. Aha, mirë. Për cilën jam zgjallë dhe pretendoj që edhe kryeministri ta bëjë këtë. Absolutisht me të drejtën e Zotit edhe të drejtën që më jep ligji. O Zot. O Zot ndihmo Shkodrën. Zoti kryeministër, unë mendoj që nuk është gjë e më e rëndësishme për Shkodrën. Se sa më marr me 2 objekte që kërkojmë u vlerësu si Zot. Ndërkohë pas përfundimit të inspektimit të stadiumit, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se në fakt realiteti u kthye në një ëndër duke ju referuar projektit të Loro Boriçit. Shaka Hoxha e ka pas shumë gabim atë statusin e vet në Facebook që ëndra u bë realitet, se në fakt tu realiteti u bë ëndër. Dhe është vërtet një vepër nga ato që s'ka nevojë për fjalë. Fjalët janë të tepërta dhe fjalët e tepëra mund t'i thonë ata që bëjnë vetëm fjalë. Unë besoj që ky stadium është absolutisht një standard tërësisht i ri dhe jam i bindur që ky qytet për traditën e vet, për historinë e vet, për pasionin e vet për sportin dhe për futbollin, e ka merituar prej kohësh, por rëndësi ka që e mori këtë stadium sot. Ashtu si kundër, ju siguroj që nëse ky stadium është një spektakël, Arena Kombëtare do të jetë një super spektakël. Një ditë pas miratimit të ligjit të vettingut, pa konsensusin e opozitës, Partia Demokratike nuk ka një vendim për kohën se kur do e dërgoj ligjin në gjykatën kushtetuese. Përpara ajo pret hyrje në fuqi të ligjit, i cili mund të ankimohet edhe nga grupet e interesit. Partia Demokratike nuk ka një vendim zyrtar për kohën e dërgimit të ligjit të vettingut në kushtetuese. Por, ndërkohë një tjetër afat ka nisur tashmë për ligjin e parë të paketës së reformës në drejtësi, ai hyrjes në fuqi. Ligji për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve pritet të hyjë në fuqi në shtator, kur ligjin ta ketë firmosur presidenti i Republikës dhe kur të jetë botuar në fletoren zyrtare. 20 ditë është koha që i duhet kreut të shtetit për të shprehur mbi ligjin e miratuar në seancën e jashtëzakonshme të 30 gushtit. Pas dekretit të tij, ligji botohet në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi 15 ditë më vonë. Demokratët nuk do të bëjnë asnjë lëvizje për të drejtuar gjykatës kushtetuese, pa u përmbushur më parë këto afate. Por nuk përjashtohet mundësia që një palë tjetër nga radhët e gjyqësorit të ankimojë ligjin. Një ditë më parë, vettingu kaloi në parlament pa konsensusin e demokratëve. Por çfarë parashikon ligji për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve? Procesi pritet të zgjasë 9 vjet. Të parët që do t'i nënshtrohen kontrollit janë prokurori i përgjithshëm dhe antarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese.
projekt ligjit të vettingut i bashkangjiten edhe 3 formular, ai për deklarimin e pasurisë, për plotësimin e të dhënave për kontrollin e figurës dhe formulari për aftësinë profesionale. Për të dhënat që rezultojnë të rreme, gjyqtari apo prokurori përkatës ndiqet penalisht. Ligji ka menduar edhe për ata prokurori dhe gjyqtar që mendojnë se nuk janë në gjendje të kalojnë kontrollin e vettingut, për të cilët parashikohet dorëheqja. Misioni Euralius i Bashkimit Evropian ka mirëpritur miratimin e ligjit të vettingut nga Parlamenti Shqiptar me shumicë të cilësuar votash. Në faqen zyrtare të këtij misioni thuhet se me implementimin e këtij ligji, një proces vlerësimi do të fillojë për gjykatësit, prokurorët, anëtarët e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, këshilltarëve ligjor në këto 2 gjykata dhe asistentëve ligjor në gjykatat administrative dhe në prokurorinë e përgjithshme. Procesi i vlerësimit do të bazohet në kontrollin e aseteve, pasurive financiare dhe burimeve të tyre, lidhje me krimin dhe kriminalës, si dhe vlerësimin e profesionalizmit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky ligj, thuhet në deklaratën e Euralius, i hap rrugën në rritjes së besimit të qytetarëve te gjyqësori. Producentja Zana Çela emërohet drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimin e mori këtë mërkur kryeministri Edi Rama, i cili kishte në tryez edhe dosjen e tenorit Josip Gjipali. Ky është një rikthim i Zana Çelës si drejtuese e këtij institucioni pas largimit të saj si drejtuese e Operës Kombëtare në vitin 2003. Zana Çela është zyrtarisht drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimi është marrë këtë të mërkur nga kryeministri i vendit Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe mes 2 kandidaturave që kishte në tryez, e përzgjedhura e tij ka qenë producentja Zana Çela, e cila rikthehet kësaj si drejtuese e këtij institucioni më të lartit të artit në vend. Zonja Çela nuk ka preferuar të flasë publikisht për platformën e saj që e çoi drejt fitimit të garës për drejtimin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe pas përfundimit të intervistës në ministri, ishte fjalë pak. Po ndoshta unë do të prezantohem në një moment tjetër nëse unë do jem e përzgjedhura. Ndërsa përpara komisionit të ngritur nga Ministria e Kulturës për vlerësimin e 6 kandidaturave, mësohet të ketë vënë theksin në një teatr kozmopolit. Angazhimi i saj kryesor është kthimi i këtij teatri në institucion të ekselencës, edukimit dhe inovacionit. Sipas saj, 6 janë fushat në të cilat ajo do të veprojë paralelisht: ekselencë në program dhe zbatimin e kalendarëve artistik, edukimin e publikut, thithjen e publikut, marketing dhe promocion. Me gjasë në nisje të muajit shtator, Zana Çela do të prek Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, këtë herë si drejtuese e tij për të dytën herë, pas largimit nga ky post në vitin 2003. Njëri 6 vjeçar ka shpëtuar jo vetëm nga robëria, por edhe trajtimi njerëzor që i rrezikonte jetën. Një zinxhir rreth qafës së tij që në vegjëli kishte dëmtuar fytin pasi kishte depërtuar rreth 3 cm nën lëkurë. Ariu i pagzuar nga zotruesit që e mbanin në levant fierit me emrin Pashuk, ju nënshtrua operacioni dhe ndodhet në kopshtin zoologjik në kryeqytet. Një tjetër ari ka mundur të shpëtojë nga mbajtja në robëri dhe keqtrajtimi. Ariu i njohur me emrin Pashuk, që ka qëndruar për një kohë të gjatë në kafazën e një biznesi në levant të fierit, ka dëmtime serioze në fyt dhe sipas specialistëve, nëse marrja e tij nga pronarët shfrytzues do të vononte edhe një javë, ky ari nuk do të mund të jetonte më. Zinxhiri i cili mbante rreth një vit e gjysmë më parë në qafë, ka shkaktuar dëmtime jetësore pasi që prej asaj kohe, me rritjen e ariut, zinxhiri ka mbetur i njëjtë, duke i depërtuar rreth 3 cm nën lëkurë. Don't drop it off. You leave it. Ariu 6 vjeçar ndodhet në kopshtin zoologjik pas ndërhyrjes kirurgjikale për heqjen e zinxhirit. Pashukut janë vendosur para një viti e gjysmë një zinxhir në qafë. Ne nuk e dim edhe saktësisht si ka ndodhur kjo, nga pronart sigurisht, edhe tani me që ajo është rrit në ndërkohë, zinxhiri pothuajse ka qenë komplet të futur në lëkurë. Pashuku ndodhet përkohësisht në kopshtin zoologjik në Tiranë. Mjeku veteriner pohon se brenda 25 ditësh ariu do të rikthehet jetës normale dhe më pas do të zhvendoset në Prishtinë. Kemi qetësuar anikën me anestezion të përgjithshëm, kemi pastruar qafën, kemi dezinfektuar, mandej kemi bërë hekjen në mënyrë kirurgjikale të zinxhirit, për shkak se ka qenë mund na më thot 3 deri në 4 cm në lëkurë. Plagatina po shpresojmë që brenda 25 ditë deri në 30 ditë të shërohet edhe pashuku të jetë në gjendje normale, të kthehet jetës tina të mëhershme. Ky është ariu i 5 që Ministria e Mjedisit së bashku me shoqatat shpëtohen nga robëria.
ndërsa mediat ndërkombëtare e kanë ngritur këtë shqetësim kohë më parë, nga ku duket se erdhën dhe reagimet konkrete për zbatimin e ligjit nga institucionet shqiptare. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Për më gjërë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty keni lajmet koreale të shoqëruara nga foto dhe video. Mund të shpletoni online gazetën shqiptare në çdo moment, të dëgjoni Radion Rash dhe të shikoni live News 24 duke klikuar në live stream. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë krishihemi në edicionin e ardhshëm informativ. Deri atëherë, mirupafshim.